Këto shenja delikate tregojnë se po konsumoni shumë karbohidrate, mos i injoroni ato. Karbohidratet shpesh kanë një reputacion të keq, veçanërisht në mesin e atyre që përpiqen të humbin peshë, por eliminimi i plotë i këtij makronutrienti të rëndësishëm nga dieta juaj nuk është domosdoshmërisht i shëndetshëm ose i dobishëm. Qasja e duhur është të hani një dietë të ekuilibruar dhe të zgjidhni burime cilësore. Karbohidratet komplekse, të tilla si tërshëra, dritërat e plota, patatet dhe bishtajoret, i sigurojnë trupit energji dhe fibra, të cilat ndihmojnë në ngopje dhe shëndetin e tretjes. Megjithatë, është e rëndësishme të mos e teproni me këto lloj ushqimesh. Sa karbohidrate është optimale për t'u konsumuar? Marrja e rekomanduar ditore varion nga 45% në 65% të marrjes totale të kalorive. Për shembull, një person që konsumon rreth 1800 kalori në ditë duhet të konsumojë midis 203 dhe 293 gram karbohidrate. Njerëzit më aktiv mund të kenë nevojë për më shumë, ndërsa ata që bëjnë një mënyrë jetese sedentare duhet ta përshtatin marrjen e tyre për të ulur shpenzimet e energjisë. Ka shenja të qarta që tregojnë se marrja juaj e karbohidrateve është shumë e lartë. Fryrje. Marrja e tepërt, veçanërisht e karbohidrateve të rafinuara si buka e bardhë, makaronat dhe ëmbëlsirat, mund ta vështirësojë tretjen dhe të shkaktojë një ndjesë fryrjeje dhe shqetësimi. Shtimi në peshë, vaktet e pasura me karbohidrate shpesh përmbajnë edhe shumë yndyrë, gjë që mund të çojë në kalori të tepërta dhe shtim të padëshiruar në peshë. Aknet, një konsum i lartë i sheqerit dhe karbohidrateve mund të ndikojë në hormonet që lidhen me shfaqjen e akneve, veçanërisht në pjesën e poshtme të fytyrës. Reduktimi i ushqimeve me një indeks të lartë glicemik mund të ndihmojë në përmirësimin e gjendjes së lëkurës. Probleme me gjumin, konsumimi i sasive të mëdha të karbohidrateve në mbrëmje mund ta bëjë të vështirë të biesh në gjumë sepse trupi duhet të zbërthejë sheqerin në vend që të përgatitet për pushim. Energji e ulët dhe lodhje, sasi të mëdha karbohidratesh shkaktojnë ndryshime të papritura në sheqerin në gjak, të cilat mund të shkaktojnë lodhje, dhimbje koke dhe një ndjenjë mjegulle truri. Kombinimi i karbohidrateve me proteinat dhe yndyrnat e shëndetshme ndihmon në energjinë e qëndrueshme gjatë gjithë ditës. Karbohidratet janë një pjesë thelbësore e një diete të shëndetshme, por moderimi dhe burimet cilësore janë thelbësore. Zgjidhni dritëra të plota, perime, fruta dhe bishtajore dhe shmangni ushqimet e përpunuara me shumë sheqer. Dëgjoni sinjalet e trupit tuaj dhe përshtatni dietën tuaj me stilin tuaj të jetesës. Në qoftë se ju ka pëlqyer kjo video, ju lutemi klikoni butonin subscribe për më tepër.